محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën humbje nuk ka kush që udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, ato ditë të cilat Allahu i madhruar i ka quajt të numëruara, ejame ma'dudat, ato po kalojnë shumë shpejt. Realisht, është mirësi e madhe që Allah i madhruar sakrificën që e bëjmë, edhe vështirësitë me të cilat përballemi, edhe gjatë ditës me agjerim, edhe gjatë natës me ibadet, i ka bë kaluse. Ndërsa ajo që mbetet është pikërisht vlera e atyne veprave, atyne sakrificave, atyne ibadeteve që i kemi bë. Mbetet pastaj edhe sevapi që realisht e bojnë njeriu besimtarin me u ndim mirë, pse agjeroi, pse u fal, pse kryti obligime, pse boni vepra të mira, pse u soll mirë, pse foli fjalë të mira e kështu me radhë, dhe ajo ndjesi e mirë e shoqëron besimtarin gjatë jetës së kësaj bote. Sa herë i kujtohet vepra e mirë, ndihet komod me atë vepër të mirë, ndërsa kulminacioni i komoditetit dhe jo vetëm, por edhe i kënaqësisë dhe i lumturisë do të jetë atë ditë kur njeriu do të dalë para Allahut fuqiplot, edhe do të shoh shpërblimet që Zoti i ka përgatitur për ata të cilët kanë vepruar. E shpërblimet e vepërmirëve, shpërblimet e atyre që ishin aktiv në rrugën e duhur gjatë jetës tyre të kësaj bote, do të jenë shumë të mira, se i ka lavdruar Allahu i madhruar kur thot fe ni'ma ajrul amilin, sa i mirë është shpërblimi atyre që punon, atyre që u lodhen edhe u angazhon. Në të vërtet, Allahu i madhruar shumë mirësi të panumërta i kalon në pakon e begat të Ramazanit. Shumë, panumër. Më të mirat dhe më të vlefshmit i kalon në fund të Ramazanit. E kalon natën e Kadrit, për cilën thot Allah i madhruar se është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Lejletul Qadri khajrum min elfi shahr, nata e Kadrit është e te i kalon me vlerën 1000 muajve. Çka do të mundnim me imagjinu që do të vepronte një njeri për 1000 muaj, pra për një jetë njeriu, 83 vjet e më tepër. Veprat më të mira që do të mundnim me imagjinu, e njëjta vepër brenda një nate i te i kalon me vlerë, me shpërblim edhe me sevap. Duke qenë se Allahu e kalon të msheft natën e Kadrit. Realisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se orientimisht ajo gjendet në 10 netëshin e fundit. Sidomos ka gjasa me qenë në net të tek të këtyne netëve, megjithatë Allahu e kalon të msheft në mënyrë që ne të angazhohemi duke e lyp atë, ashtu që të mos përqendrohet angazhimi jonë vetëm në një natë, por të fitojmë në të gjitha netët, edhe pastaj fare pak ka rëndësi se cila ka qenë nata e Kadrit. Pra nëse jemi tregu të kujdesshëm, jemi tregu aktiv gjatë këtyre netëve, ajo do të jetë një fitore e madhe. Mësimi që do të dohet të merrnim ne si besimtar, prej faktit se Allah i madhruar e kalon natën e Kadrit, po i kalon edhe të gjitha vlerat e veçanta në fund të Ramazanit, është që të kuptojmë se megjithatë veprimtaria e secilit vlerësohet sipas përfundimit, jo sipas fillimit. Allahu i ka bërë çështo që të llogaritën veprat, ashtu siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el a'malu bil khawatim. Veprat vlerësohen sipas përfundimeve. Dhe kjo është mirësi e madhe, për shkak se njeriu
në jetën e tij nganjëherë edhe mund të mashtrohet, ose në jetën e hershme në kohën e rinisë, ose në çfarëdo faze, po pastaj me kalimin e kohës këndellet edhe vendos me ju kthy Allahut fuqiplot. E çfarë mirësie e madhe është kur Allahu e vlerëson pikërisht atë gjendjen e kthimet. Kanë thonë njerëzit e urtë përpara, rregulloje atë pjesë që ka mbet prej jetës tënde. Allahu ka me ta ndrejtë ato që ka kalu. A ka me ta fal, a ka me ta shly, a ka me t'i zavendësu mëkatet edhe veprat e këqija me të mira edhe me sevape, se Allahu i madhruar edhe këtë e bën. Fe ulajke yubeddilu Allahu sejjiatihim hasenat. Këtyne, thot Allahu, Allahu ja u shndron të këqijat në të mira. Ose ja u zavendëson jetën e kësaj bote si vepra. Ka vepru dikush keq, masanej Allahu e ka udhëzu, fillon me vepru mirë. Ka ndrru veprimtaria e tij. Ose, edhe kjo është e mundshëm, kur e kemi parasysh sa i mëshirshëm, e sa i mirë, e çfarë dhuruesi është Allahu fuqiplot. Edhe kjo është e imagjinueshme në hak të Allahut, që edhe gjunohet Allahu më na i shndron sevape për shkak se kemi vendosur me u përmirësu. E përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është në pyetje Ramazani, e përmend edhe një gjë që gjithashtu është e mirë shumë. Subhanallah, sa interesant Allahu na ka dhënë në secilën natë të Ramazanit. Dikuj i shlyhet emni prej regjistrit të xhenemlive. Potencialisht dikush ka mujt me kon për shkak të veprave të veta, jo për shkak të diçka tjetër. Mirë, po në secilën natë ka emna që amnistohen edhe shlyhen prej listave të xhenemlive. Në çdo natë të Ramazanit. Mirë, po në natën e fundit të Ramazanit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithëve ju falen gjunahet. Të gjithëve, pa përjashtim. E pyesin, i thonë ja Rasulallah, është fjala për natën e Kadrit, se na krejt fokusin, krejt përqendrimin e kena te nata e Kadrit. Në të vërtetë, nderuar vëllezër, unë mendoj se ne duhet të mos ndalemi detyrimisht te formalitetet, e as te kohët e kufizume, pa e nënvlerësu vlerën e madhe të natës së Kadrit. Mirë, po e zom, nëse dikush, hipotetikisht po flas, po e zom nata e Kadrit u kon natën e 21 ose 23. Dikuj i ka rënë mend ditën e 24 të Ramazanit me ju kthy Allahut. Tash, a do të më i thon atij, jo Allah, ka kalu nata e Kadrit, tash Allah i të lashnosh për të Ramazanin tjetër? Jo, për arsye se çdo çast, çdo moment është i vlefshëm. Edhe çdo çast është i favorshëm edhe i volitshëm për më u kthy Allahut fuqiplot. Bile prap nuk po e them për me zhvlerësu Ramazanin, po më ju tek dikuj edhe mas Ramazanit edhe ditën e Bajramit bën me bot teube. Edhe ditën e Bajramit bën me thonë o Zot, falem që se shfrytëzova Ramazanin se pe çti dakiko du me rregullu jetën time. Kështu që Allahu i madhruar jep mundësi të pafundme, të pakufizume. Po natën e fundit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i fal të gjithë. Sahabët thanë, ja Rasulallah, a i ki fjallën për natën e Kadrit? Tha, jo, e kam fjallën bukfalisht për natën e fundit të Ramazanit. Thot, për arsye se është shumë e natyrshme, njeri si të kryen punën, si të plotëson punën, me e marë plotësimin e shpërblimit. Dhe Allah i madhruar kërkujt nuk ja vonon shpërblimin, që i bie se në natën e Ramazanit, kretë agjeruesit, kretë namazfalësit, kretë të penduarit, kretë kthyerit ka Allahu fuqiplot, të gjithë do të falen, të gjithë do të përfitojnë, të gjithë do të shpërblehen, për arsye se kjo është një vlerë shumë e madhe të cilën vetë Zoti i gjithësisë, i cili është i plot fuqishëm dhe i gjithë mëshirshëm, i jep këto shpërblime edhe i bën këto pagesa. Nuk ka ma mirë, se sa me e lyp mundësin, qysh me u lidh me Allahun fuqiplot, pastaj kur e gjen, ai që e ka gjet, nuk ka ma mirë, se ai që e ka gjet atë lidhje të mirë fillt me Allahun, me e mirë mbajt edhe me e rujt. Mos me lon me u shkput në asnjë moment. Andaj Ramazanit, nderuar vëllezër, nuk është sezon që prodhon hipokrizi. Ramazani nuk është për me qenë besimtar në Ramazan, e pastaj mas Ramazanit mi u kthy jetës jashtë rrugës së besimit. Jo, Ramazani është sezon e përfitimit, sezon e përmirësimit, sezon e këndelljes, në mënyrë që mas Ramazanit me vazhdu.
Ramazani do të me i prodhu dy gjona në neve, edhe menoj që duhet t'i kemi seriozitet edhe sinceritet. Me na mësu seriozitetin për shkak se në Ramazan ma shumë se çdo gjë tjetër e zhvillojmë aftësinë e vetë përmbajtjes. Ndoshta të kap uria, ndoshta të kap etja, megjithatë e pret iftarin edhe me tallon dunjan nuk e prish para se me ardh koha. Që kjo është vetë përmbajtje, nuk ka vetë përmbajtje ma cilësore se sa kjo. Mirë po në të njëjtën kohë ne do të me zhvillu këtë aftësi, me u përmbajt jo vetëm prej ushqimit e etjes, prej ushqimit edhe pijes, për cilat kena shumë nevojë, po me u përmbajt edhe prej atyre gjanave, me ma përparësi bile, për atyre gjanave për cilat s'kena nevojë, ato cilat i kena tepër ta njetë, se cili i din behanet e veta, se cili i din tmetat e veta, se cili i din veset e veta, me cilat do të me u marë, e cilat do të me i zavendësu me shprehit mira, fjalët e pavend, veprimet e pavend, shikimet e pavend, dëgjimet e pavend, sjelljet që s'do të me i pas e kështu me radhë, në të gjitha këto, pastaj këtë vetë përmbajtje na do të me e shfrytëzu, me vazhdu edhe pas Ramazanit. Edhe mos me harru se përkushtimi në ibadet sidomos, që e kemi pas gjatë Ramazanit, me agjerim e me namaz e me të ngjashme, këthjesht në Ramazan aftësohemi dhe trajnohemi për të vazhdu edhe pas Ramazanit. Xhamit në Ramazan jam plot, mas Ramazanit e vrejnë se ka munges të xhamatit, ose edhe vetë në Ramazan. Unë po e vrej, xhamit mbushen për namaz nate, ndërsa për namaz sabat që pa krahasueshëm është më i vlefshëm se namazi i natës, xhamit janë përgjysmë, ose ma pak se përgjysmë me xhamat. E tash, se cili prej neve do të mja bo vetës pyetjen. Atë zot që e kam adhuru me agjerim gjatë Ramazanit. Atë zot për cilin kom nejtë në kom në teravi ka 1 orë, edhe namaz natës plus ka 1 orë. A nuk do të me adhuru edhe mas Ramazanit? Ku po jetë a i zot mas i të kryet Ramazani? Ku po jetë fjala e ti, e cila duhet jetë moto e jetës tonë, kur thot, wa'bud rabbeke, hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe Zotin tënd adhuroje derisa të vi vdekja. I devotshëm, i përkushtuar, i badetxhi, humanist, bamerës, i sjellshëm, i durueshëm, i vetë përmbajtur, derisa të vi vdekja. Ndryshe nuk ban me funksionu në rrumllazën, për arsye se çaj seriozitet edhe çaj sinqeritet cilin e përfitojmë në Ramazan, ai duhet me na shoqëru gjatë gjithë jetës. Allahun e madh e lusim që këto ditë që kanë kalu, Allah të na i ketë pranu, ato që kanë mbet, Allah të na i bëj të lehta, të bereqetshme, edhe plot dobi e përfitime për neve. Allahu na i falë të mëkatet, e na i shumëfishoj shpërblimin për veprat e mira. E them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vete edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në rrumllazën, synimi jon edhe destinacioni jon nuk është dita e Bajramit. Ani pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend se agjeruesi i ka 2 gëzime, po ne nga njëherë po e shfrytëzojmë veç njëri. Gëzimi i parë që e ka përmend pejgamberi alayhis salam thotë është inde fitrihi, kur ban iftar, ose në ditën e fitrit që është dita e Bajramit, ose të dyja të bashkë. Është gëzim. Gëzim është kur ban iftar, jo pse s'ke pas drejt me hangër e tash ki drejt me hangër, po për shkak se e bonin një punë me sukses edhe nihesh mirë edhe komad. Edhe në ditën e Bajramit njëjtë. Mirë po gëzimi i dytë është ai më i rëndësishmi, gëzimi i ditës së takimit me Allahun fuqiplot. E që ato nuk do të me haru ditën e Bajramit, edhe nuk do të me haru mas ditës e Bajramit, me atë gëzim, me atë dëshirë, me atë mallëngjim, na do të me jetu. Do të me jetu edhe me atë që na ka paralajmëru, ose na ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se një prej portave të xhennetit, një prej 8 portave të xhennetit, porta, pikë kalime, ka hy njerëzit në xhennet. Xhenneti i ka 8. Një prej 8 portave të xhennetit e ka emrin Rayyan. Në për te, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të kalojnë ekskluzivisht agjeruesit. Edhe sigurisht do të jetë mirësi e madhe. Me ufir, solemnisht,
me nder, me privilegj, hajde ti o agjerues se ki me kalu kënej pare për me hynë gjennet. Porta Rejjan, e ka emnin Rejjan që kuptimin e ka ngopje mas etjes. Etja, se etja na ka plon ma shpesh se sa uria, ngopje mas etjes, po ngopje e atil që pasaj s'do të ketë ma as uri, as etje, as smundje, as shqetësim, as mërzi, as gajle, as urrejtje, as kur gjo. Pse? Se në momentin që kalohet porta e xhenetit, aty mo jeta do të bëhet e përkryme. E qëto na do të me esynu. Qëto do të me esynu. Na do të me i lidh synimet tona me kalimin në atë port. Nëse i lidhim kështu, s'kena me undalë korë. Kena me e marë seriozisht edhe punën e agjerimit, kena me e marë seriozisht punën e namazit që është shtyll ma e rëndësishme e islamit, sesa edhe vetë agjerimi, kena me e marë seriozisht punën e zeqatit, ata të cilët Allah i madhruar i ka begatu me pasuni edhe e din se duhet me dhanë zeqat, punën e sadakatul fitrit, punën e lmoshave të ndryshme, punën e kontributeve të ndryshme, ato të cilat, sidomos tashin këtë kohë, të më thonë, është koha për me u dhanë edhe një farë mënyre besimtari me këtë lloj-llojshmëri të adhurimeve e dëshmon në mënyrën më të mirë gatishmërinë e tij për me u nënshtru Allahut fuqiplot. Kur lypet fizikisht e bën me namaz, kur lypet me vetë përmbajtje e bën me agjerim, kur lypet financiarisht e bën me zeqat, kur lypet edhe fizikisht edhe financiarisht e bën me haxh, kur lypet me sjellje të mirë, e bën me sjellje të mirë, edhe nuk lën fushë në cilën mundet me u dëshmu si besimtar pa e dëshmu veten, e Allah i madhruar në mënyrën më të mirë na sheh të gjithëve, na njeh edhe na din të gjithëve, edhe thjesht Allah i madhruar krejt këto që i ka kërku prej neve. Allahut asnjë si duan. Hyq, asnjë si vyn, asnjë nuk e ban Allahun ma zot se sa është. Ato na duhen neve, se Allahu i ka kërku këto punë prej neve vetëm e vetëm për me na shpërbly. Vetëm për me na shpërbly, jo për diçka tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Krejt kanë me hyrë në xhennet. Krejt pa përjashtim, thot kanë me hyrë në xhennet, përveç atyre të cilët nuk dojnë. Pra nuk varet apo të çon Allahu në xhennet, gjithsesi mëshira e tij na çon në xhennet. Mirë po varet dëshira jote dhe iniciativa jote, ti apo don me shku në xhennet. E nëse don, xheneti është shumë i çmueshëm, xheneti don seriozitet, xheneti don përkushtim, xheneti don sinqeritet, xheneti don me u dashmu në të gjitha format, me i luftu të gjitha pengesat e rrugës apo të rrugtimit tonë drejt të xhennetit. Allahu na e boft rrezik të gjithëve. Ju kam paralajmëruar të kalumën, do ta qesim edhe sot posteqin me lejen e Allahut, ashtu që kontributet e juaja t'i jepni e ato pastaj të shkojnë aty ku mendojmë se është më miri. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله